Rritja e bruto prodhimit vendor prej 3.8% për vitin ardhshëm është disi e tepruar, tha kryetari i Këshillit Fiskal akademiku Abdulmenaf Vexheti, duke shtuar se duhet treguar kujdes me shpenzimet e interesave të kredive, të cilat vazhdimisht rriten dhe thithin qindra miliona euro nga arka shtetërore. Këto sipas tij janë rreziqet kryesore për realizimin e buxhetit të vitit 2026, por edhe për vitet e ardhshme. Ne jetojmë në një ambient të pasigurt ndërsa jemi ekonomi e vogël dhe e hapur, prandaj duhet të kemi rrezik të llogaritur për çdo situatë, deklaroi Vexheti. Modelот на проектираниот раст да биде по можност по-реално од макроекономските амбиенти реалноста. Над 300 милиони евра ни коштат каматите. До година ќе биде слично, но 27 година тој износ треба да биде некаде околу пола милиарда евра, само камати. Проекциите се многу лоши во однос на до 2034 година. Vexheti tha se për vitin e dytë me radhë Këshilli Fiskal nuk ka dorëzuar në mendimin për propozim buxhetin para miratimit të tij në qeveri, edhe pse kjo është detyrim ligjor. Mendimi i Këshillit do të jetë gati për 4-5 ditë dhe do t'i dorëzohet Komisionit për Financim dhe Buxhet. Sa i përket konsolidimit të fondit pensional, për të cilin çdo vit derdhen qindra miliona euro nga buxheti, Vexheti tha se qëndrojnë ende në rekomandimin e vitit të kaluar. Значи, за да ублажите и да влегувате во одредена фискална консолидација на пензискиот фонд, вие имате две можности. Или да ги замрзнете пензиите, или да ги покачувате постепено придонесот, или па да се продолжи векот на работење. И ние не кажавме тоа одеднаш. Vexheti tha se është befasuar për të mirë nga propozim buxheti për vitin 2026, i cili është përgatitur me një qasje jashtëzakonisht konservatore krahasuar me 15 vitet e fundit, lidhur me uljen e investimeve kapitale të projektuara për vitin e ardhshëm në 650 milion euro. Ai shtoi se më mirë të planifikojmë realisht sesa të mos i realizojmë ato si këtë vit, por edhe si pothuajse të gjitha vitet e kaluara.